Politika serbe vazhdon të karakterizohet nga mohimi dhe heshtja përballë të së kaluarës së dhunshme në Kosovë. Megjithatë, një zë disident në skenën politike serbe ka zgjedhur rrugën e reflektimit, pendesës dhe drejtësisë. Nikola Sandulović, lideri i Partisë Republikane të Serbisë, ka rikthyer në vëmendje një nga gjestet më të guximshme që kanë ndërmarrë një politikan serb. Në raport me të kaluara në erë të shtetit të tij ndaj shqiptarëve të Kosovës, në një postim të bërë në rrjetin social X, Sandulović ka ndërpamje nga vizita e tij në kompleksin memorial të Prekazit, e zhvilluar vitin e kaluar. Në këtë vizitë, ai kishte nderuar kujtimin e familjes Jashari dhe të gjithë viktimave të pafajshëm të luftës së Kosovës. Duke rikujtuar këtë akt, Sandulović u shpreh me fjalë të qarta: "Unë jam i vetmi politikan nga Serbia që kam ardhur për të nderuar viktimat e pafajshme shqiptare, familjen Jashari në Prekaz. Unë kërkova falje dhe kërkova falje në emër të serbëve që nuk e bën këtë." Ky qëndrim i tij përbën një përjashtim të theksuar në politikën zyrtare të Beogradit, ku mohimi i krimeve të luftës dhe glorifikimi i figurave të dyshuara për krime si Slobodan Milošević apo të tjerëve të kohës së luftës mbetet i zakonshëm. Madje, presidenti aktual i Serbisë, Aleksandar Vučić, që gjatë viteve 90 ishte pjesë e qeverisë së Miloševićit, vazhdon të refuzojë të pranojë krimet e kryera nga forcat serbe në Kosovë. Përfshirë masakra në Reçak, që tronditi opinionin ndërkombëtar dhe u bë një nga shkaqet për ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999. Sandulović, përkundër kërcënimeve dhe presioneve që ka pranuar publikisht se ka përjetuar, vazhdon të mbajë një qëndrim të palëkundur përballë asaj që e quan e vërteta historike dhe morale që Serbia duhet të përballet. Në deklaratat e tij të mëhershme, ai ka akuzuar drejt për drejt presidentin Vučić për bashkëpërgjegjësi në krimet e luftës dhe ka bërë thirrje që ai të kërkojë falje për masakrën në Reçak para se të ndërmarrë ndonjë vizitë në Kosovë. Vučić nuk ka të drejtë morale të flasë për paqe apo ta vizitojë Kosovën pa pranuar më parë krimin që është bërë në Reçak. Ajo që ka ndodhur atje ishte krim kundër njerëzimit, heshtja është bashkëfajësi, ka deklaruar Sandulović në një nga prononcimet e tij të fundit. Kujtojmë se kompleksi memorial në Prekaz është një nga pikat më të rëndësishme historike për shqiptarët e Kosovës. Ai është ngritur në nder të komandantit legjendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari dhe familjes së tij, të cilët u masakruan nga forcat serbe në mars të vitit 1998. Masakra në Prekaz shënoi fillimin e një kapitulli të ri në përballjen e shqiptarëve për liri dhe është simbol i sakrificës për shtetformim. Vizita e një politikane serb në këtë kompleks është një ngjarje rrallë dhe e pazakontë. Në kontekstin e marrëdhënieve të acaruara mes dy vendeve, ajo që bën edhe më të domosdoshme është fakti që Sandulović nuk e shfrytëzoi këtë akt për ndonjë përfitim politik brenda Serbisë. Përkundrazi, qëndrimi i tij është parë si i rrezikshëm dhe subversiv nga nacionalistët serb, të cilët e kanë kritikuar dhe sulmuar vazhdimisht në mediat pro-qeveritare. Në vend që të hesht përballë këtyre sulmeve, Sandulović vazhdon ta ngrejë zërin për të vërtetën dhe drejtësinë, duke mbetur një nga figurat e vetë në politikën në Serbi që kanë shfaqur guxim për të përballuar të kaluarën. Ai ka theksuar se kërkimi i faljes nuk është akt dobësie, por është hapi i parë drejt pranimit dhe ndërtimit të një të ardhmeje paqësore midis dy popujve. Reagimet ndaj deklaratës së tij kanë qenë të shumta në rrjetet sociale. Shumë qytetarë nga Kosova kanë përshëndetur gjestin dhe qëndrimin e tij në këtë akt human dhe historik. Ndërkohë në Serbi, ai vazhdon të përballet me indiferencën zyrtare dhe sulme nga qarqe ekstremiste. Megjithatë, Sandulović mbetet i palëkundur misionin e tij për të ndryshuar narrativën në Serbi dhe për të vendosur përgjegjësi morale ndaj së kaluarës. Ai shihej këtë si detyrë të një politikani të ndershëm, por edhe si obligim njerëzor ndaj viktimave që nuk mund të flasin më. Në një rajon ende të traumatizuar nga e kaluara dhe me të ardhme të pasigurt, zëri Sandulović është i rrallë, por për shumë kënd, ai është shprehjes për një kapitull të ri në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.